Sot, Ungjilli i Lukës na fut në një skenë të thellë. Jezusi ftohet në shtëpinë e një fariseu në ditën e së shtunës. Dhe aty gjen një njeri të sëmurë, të pranishmit, si gjithmonë e vështrojnë me kujdes për ta zënë në gabim. Jezusi, duke i njohur mirë mendimet e tyre, atëherë pyet: a është e veprueshme të shërosh të shtunën, apo jo? Papritur përgjigje, e kap ata njeri për dorë, e shëron dhe thotë: cili prej jush, nëse i bie i biri apo ka në bus, nuk do ta nxjerrë në një herë edhe në ditën e së shtunës? Me këtë fjalë, Jezusi na kujton se ligji, edhe kur është i mirë, nuk duhet të kthehet në përmes për dashuri. Zoti na fton të kemi sy të shohim nevojtarin, duar të ndihmojmë e zemra që mëshirojnë. Në ligjin e Zotit, e shtuna ishte ditë pushimi, shenjë e besnikës. Por Jezusi na tregon se shtuna nuk është normale se njeriu, sepse njeriu është zemra e ligjit hyjnor. Kur një fëmijë apo një kafshë bie në bus, askush nuk pret deri të nesër, por vrapon me një herë për të ndihmuar. Kështu edhe ne, jeta, digniteti dhe dashuria për njëri tjetrin janë mbi çdo rregull e çdo zakon. Ky është mesazhi që sot Zoti dëshiron ta vendosë në zemrat tona. Fariseut shikonin çdo veprim të Jezusit me sy gjykues. Edhe ne ndonjëherë bëhemi si ata. Besimin e kthejmë në rregullat thata e në rituale pa shpirë, duke harruar dashurinë për njeriu që ka nevojë. Jezusi na mëson se besnikëria ndaj ligjit është e vërtetë, vetëm kur është besnikëria ndaj njeriu. Ligji pa mëshirë është bosh. Feja pa dashuri është si me shkarje dhe si njeri i ditës, e ndjek të fjalë të Ungjillit shumë të thellë. Të mos e kthej shërbimin tim në zakon, por në dashuri të gjallë për njerëzit. Të mos i harroj rrënjët e mia, të jetoj me pasion, duke shëruar lagët shpirtërore dhe njerëzore të atyre që takoj, në çdo famulli ku do të shërbej. Ku prej nesër do të filloj shërbimin në famullin Granç, Mollas e Kustin, në jug të Shqipërisë. Sot dua të falenderoj Zotin që më ka sjellë deri këtu. E dua të falenderoj ju, popullin që më rrethon me dashuri, me lutje e me prani. Ju jeni shenja që Zoti vazhdon të veprojë në këtë tonë. Si ta jetojmë këtë Ungjil sot? Kur shohim dikë në vështirësi, të mos presim ditën e duhur apo momentin ideal, por të veprojmë me ndjenjë. Në komunitet, të vizitojmë e të dëgjojmë të vetmuarit, të sëmurët, që nuk janë pak. Në liturgji dhe në katekizëm, ta nënvizojmë këtë Ungjil si shembull të fesë që vepron. Të kemi gjithmonë një zemër të hapur për të përqafur. Të dashur miq, vëllezër e motra në Krisht, Ungjilli sot na fton të sjellë. Do të jemi njerëz të ligjit apo dëshmitar të mëshirës, Zoti na let thirrje, por na tregon se mira mund të bëhet gjithmonë, në çdo kohë e në çdo vend. Aty ku jemi, o Zot Jezus, na bëj instrumente të dashurisë sate. Na jep sy të shohim, duar që ndihmojnë e zemra që falë. Bekoje këtë tokë e bëj të dim gjithnjë një shërbes plot fryt për popullin tënd. Qoftë nderuar Jezu Krisht. Gjithmonë i jetës. Falenderoj gjithmonë ty o Zot, Ati shumë, Ti që i pushtetshëm dhe i anëshuar, Ti që e vijove njerëzimin në
ashtu në për të me mirësinë më të madhe e ripërtime. Prandaj, me të drejtë të shërbetit të gjitha krijesat, të madhërojmë të gjithë të shëntuar, dhe një zemre të dërgojmë të gjithë shenjtë, dhe ne të lavdrojmë bashkë me të gjitha një, duke thënë gjithmonë me dëshmi të harishme. Si fadim ne fajtorata, e mos na lërë të bjerë në të tim, por në lirohu nga i Krishti. Na lirohu të mirësot për të gjitha të qijave dhe të mirësit të dhe në jetëmaqe në një të tuna, e në saj mëshirë sate do të lironi për gjithmonë prej mëkatit, e do t'jemi të sigur prej çdo përdurimi, duke pritur shpresën e tune, ardhin e shpëtimtarit tonë, Jesu Krishti. Deo sot jem bre, ti
për të një Zot, në sakramentet e tua të përsoj në ne atë që përmbajnë. Kështu që çka tani po kryejmë në shenjë, ta fitojmë në realitet. Në për Krishtin, Zotin tonë. Amen. Para se ta marrim lekimin përfundimtar, është atë me famë në fjalë, e falenderoj përgjithësisht Monsinjor Gjergji për këtë moment, falenderoj do mirëjevje për pritjen, siç ndoshta pak e dini, por vetëm shkurtimisht unë jam shuruar mestar nga administraturën apostolike e Shqipërisë Jugut. Dhe jam mestar i parë shqiptar në jugun e Shqipërisë. Dhe kur e thamë origjina që nga një dita, dhe për mua është mishta e parë jashtë dioqezës. Kam qërë që jetë të vetë si simbolik edhe përjarjes për ku vjene në familja, tradita e në feja patike, që janë rrujt në familje tona në shekull. Kështu që për mu ka qenë një durat, edhe këtë sentimat që t'jemi të në simbolik sot, dhe ju falenderoj të gjithve